Dy shqiptarë në mes të rrugës drejt super matchit Fury Joshua. Bota e boksit në peshat e rënda po afrohet drejt një super matcheve më të mëdha të dekadës, Tyson Fury ndaj Anthony Joshua, por përpara se kjo përballje të ndodhë, dy boksierë shqiptar janë bërë pjesë drejt për drejt e rrugës drejt këtij dueli. Anthony Joshua është zyrtarisht caktuar të përballet me boksierin shqiptar Kristian Prenga me 25 korrik 2026 në Riyadh në Arabi Saudite. Kristiani vjen në këtë duel si nga boksierët shqiptar më me përvojë në skenën ndërkombëtare. Kjo është mundësia më e madhe e karrierës së tij përballë një kampionit të botës në peshat e rënda. Në anën tjetër, Tyson Fury dhe Anthony Joshua mbeten në rrugë drejt super matchit planifikuar për fundin e vitit 2026, megjithëse data e vendit nuk janë konfirmuar. Të dy boksierët pritet të zhvillojnë mecet e tyre warm-up në korrik para se të vazhdojnë negociatat për përballjen e madhe, së bashku me mecin e konfirmuar të Prengës. Edhe boksieri tjetër shqiptar Nelson Hysa është përmendur në raportime dhe diskutime si një opsion i mundshëm për një përballje me Tyson Fury në një takim më përgatitor, megjithëse nga Prenga Hysa nuk është konfirmuar zyrtarisht dhe nuk ka marrëveshje në shkruar për këtë duel. Fury është konfirmuar të përballet me Marius Wash më 24 korrik në Tajland.